Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon librin e tij Fisnik, se ky muaj, apo në librin e tij Fisnik, këtë muaj e përshkruan kështu: Ayyaman ma'dudat, ditë të pakta. Ditë të pakta. E ditët të pakta padyshim se numërohen. A thua vallë, për çfarë arsye Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj përshkruajti në Kur'an në këtë formë? Ditë të pakta. Nuk ka dyshim se njeriu kur të futet në oqeanin e adhurimeve që Allahu Gjelle wa Ala i ka ligjësu gjatë këtij muaji, me realizimin e atyre adhurimeve, me falënderim ndaj Allahu Gjelle wa Ala që ja ka mundësu me arrit këtë muaj, padyshim se e kalon këtë muaj pa e vrejtur fare. Kalon shumë shpejt. Edhe nëse ndalemi edhe shikojmë, edhe dëgjojmë prej njerëzve se në përfundim të këtij muaji nuk gjen asnjë njeri i cili ankohet se është lodhur me agjerim apo me stopim nga pijet apo gjërat e tjera që në esencë ka të lejuara jashtë Ramazanit, nuk gjen asnjë njeri i cili thotë jemi lodhur, kohë e gjatë kur kemi filluar me agjeru e kështu me radhë, mirë po, çdo secili kur përfundon muaji i agjerimit, Ramazani, thotë vallah ishin ditë të pakta të cilat kaluan shpejt. Allahu Gjelle wa Ala mu për këtë arsye këtë muaj në Kur'an, në ajetin vijues i cili flet për obligueshmërinë e agjerimit, thot ayyaman ma'dudat, janë ditë të pakta, ditë të cilat kalojnë shpejt. Sikur Allahu po dëshiron përmes këtij ajeti që t'i jep isharet njeriut edhe t'i sinjalizoj se janë ditë të cilat kalojnë shpejt, nxito për realizimin e kërkesave të Allahu Gjelle wa Ala, nxito për këto mundësi të arta të cilat Allahu t'i ka dhuruar, nxito që ta shfrytëzosh këtë sezon të adhurimeve para se të kaloj ai e nesër të pendohesh, mirë po tani më vetëm se ka kaluar dhe Ramazani është bërë gjë e kaluar. Elusim Allahun që të na mundsoj të shfrytëzojmë këto sezona, këto adhurime të cilat nuk na bën tjetër vetëm se na afrojnë te Allahu Gjelle wa Ala sa më të mirë.